Ka nisur protesta e kamionëve të Maqedonisë së Veriut duke paralizuar lëvizjen e të gjithë kamionëve përmes pikave kufitare të këtij shteti. Kësaj proteste janë bashkuar edhe Serbia, Bosnia e Malizi. Shkaki i kësaj proteste, sipas kamionistëve, është keqtrajtimi që u bëhet atyre në vendet e Bashkimit Evropian duke i trajtuar si turistë dhe jo si punonjës biznesesh. Sipas tyre, është e pamundur që puna të kryhet normalisht për tyre vetëm me 90 ditë qëndrimi, ndaj kërkojnë dyfishimin e këtyre ditëve pasi po shkaktohen pasoja të rënda tek bizneset. Sipas Belul Labnishtit, protesta do të vijojë 7 ditë për 24 orë deri në zgjidhjen e kërkesës së tyre. Protesta që ka filluar këtu në Qafthanë është e 2 qyteteve Strugohër për përmbushjen e kërkesave të shoferëve që dënohen, që maltretohen, që deportohen nga shtetet e Schengenit për në vendet hanë. Ne trajtohemi atje si turistë, jo si në marrëdhënie pune që jemi, a kupton? Edhe kërkojmë që ditët mos na numërohen, por të trajtohemi, domethënë si shoferët e tyre që trajtohen në vendet tonë. Ne kërkojmë që ditët mos na numërohen, ose të 2 fishohen edhe 3 fishohen. 24 orë non-stop do të për 1 javë janë marrë masat që të rrim këtu. Sipas Labnishtes, ndalimi i punës nuk dëmton vetëm bizneset dhe kamionistët maqedonas, por dhe kompanitë e huaja që punojnë për ta, pasi do të dërgohet edhe prodhimi. Ai shton se asnjë kamion që vjen nga çdo vend i Europës nuk do të lejohet të kalojë. Protesta është parashikuar të zgjasë 7 ditë dhe në rast të moszgjidhjes së kërkesave pa afat gjatë këtyre ditëve nuk do të ketë pengesa për udhëtarët dhe kamionët me kafshë të gjalla, ilaçe dhe municione.